Përshëndetje të gjithëve. Greetings all. Nderuar zoti Fagerstrom, nderuar zoti Asuma Jani, nderuar zoti Gustafsson, nderuar zoti Ramaki, nderuar zonja Karlsson, nderuar zonja Gjorgji, nderuar zoti Rizaj, nderuar zoti Keta, nderuar prokuror, nderuar përfaqësues të mediave. Kam nderin dhe kënaqësinë që sot nga mbijetet e SPAK të bëjmë publike rezultatet e një hetimi të përbashkët ndërmjet prokurisë së posaçme dhe autoriteteve finlandeze, konkretisht me byron kombëtare të hetimit të Finlandës, drejtorinë e policisë së Finlandës Jugperëndimore dhe drejtorinë e policisë së Helsinkit. I have the honor and pleasure to present today the outcome of the joint operation between our authorities, the SPAC, and the Finnish authorities, the MBI, the district prosecution district police of Helsinki. Ky hetim përfaqëson jo vetëm një sukses të rëndësishëm në luftën kundër krimit të organizuar, por edhe një arritje të rëndësishme për historinë e SPAK, pasi shinon krijimin e njësisë së parë të përbashkët hetimore ndërmjet SPAK dhe autoriteteve finlandeze. Ky bashkëpunim është dëshmi e qartë se krimi i organizuar shqiptar ka shtrirë aktivitetin e tij edhe në vendet nordike, përfshirë Finlandën. So this cooperation is of importance because it shows that the organized crime is present in the Nordic countries, including Finland. Por njëkohësisht ky hetim i bashkët është tregues i qartë i besimit që autoritetet ligjzbatuese nordike i kanë dhënë strukturave tona të drejtësisë dhe zbatimit të ligjit. The joint investigation is also a clear example of the trust that the Nordic authorities have on the Albanian law enforcement. Besimi ndërinstitucional, profesionalizmi dhe përkushtimi i përbashkët na kanë mundësuar të godasim disa grupe kriminale, të cilët janë përgjegjës për trafikimin dhe shitjen e sasive të konsiderueshme të drogave të lloje të ndryshme, ku përfshihen droga sintetike, kokainë, marijuanë e tjera. Institutional cooperation, but also the professional institutional cooperation has enabled us to suppress the criminal gangs involved in the trafficking of narcotics, including marijuana, cocaine, and also amphetamine. Ky hetim është rezultati i një pune të gjatë, i mbështetur në shkëmbim të efektshëm informacioni, koordinim ndërkombëtar dhe përdorim të instrumenteve të bashkëpunimit juridik ndërkombëtar. This investigation is based on a long-term work and cooperation, based on a fruitful exchange of information and international cooperation. Duhet të shpreh mirënjohjen dhe vlerësimin për prokurorët e posaçëm të SPAK, hetuesit e Byrosë Kombëtare të Hetimit, Policinë e Shtetit, si dhe për partnerët tanë finlandezë që ndodhen sot këtu mes nesh dhe që kanë kontribuar në këtë hetim të përbashkët. I would like to express the gratitude for the case prosecutors, for the representatives of other institutions, but also of the Finnish representatives who are here today as part of this joint action day. Një falënderim i veçantë për zyrën e oficerit ndërlidhës për vendet nordike, Special thanks for the Nordic Division Office, për mbështetjen, ndërmjetësimin dhe lehtësimin e komunikimit mes SPAK dhe autoriteteve finlandeze. for the support for the cooperation and also the facilitation of the cooperation with the Finnish authorities. Nuk mund të ri pa falendëruar edhe rrjetin e ton, i cili është një projekt i financuar nga Komisioni i Bashkimit Evropian, i udhëhequr nga DIA, për ndihmën dhe mbështetjen financiare që ka dhënë në kuadër të këtij hetimi. I cannot say without thanking the authorities, which is part of the institution, for the support we got with this investigation. Për më shumë detaje rreth këtij hetimi, më lejoni t'ja kaloj fjalën zotit Fagerstrom, komisar për krim i Byrosë Kombëtare të Hetimit në Finland. For more